Zëvendës kryeministrja dhe njëherë është ministrja e infrastrukturës dhe energjetikës Belinda Balluku ka zhvilluar një udhëtim me tren nga Zyriu në Bern të Zvicrës. Përmes një prononcimi për qytetarët, Balluku shpreh se qeveria shqiptare është duke bërë plane për një bashkëpunim të ngushtë edhe me Kurudhën zvicerane në të ardhmen, për sa i përket zhvillimit të transportit e kurudor, duke nisur sipas saj me projektin e parë, atë nga Tirana në Durrës. Balluku premtoi se në të ardhmen përmes korridoreve hekurudhore europiane, qytetarët do të mund të udhëtojnë me tren nga Zvicra në Shqipëri. Shumë mirë do ishte që të bënim rrugëtimin me tren nga Zvicra në Shqipëri dhe do ta bëjmë në të ardhmen përmes korridoreve hekurudhore europiane, ku Shqipëria do të bëhet pjesë, ashtu siç po bëhet edhe me autostradat, por sot jemi në një udhëtim me skuadrën e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe atë të Hekurudhës shqiptare për të bërë një takim bilateral me Ministrin Federal për Transportin, Energjinë dhe Mjedisin këtu në Zvicër. Po bëjmë një udhëtim nga Zyriu në Bern, thot ministrja në videon e publikuar në rrjetet sociale. Mirë do ishte që të treni ta merrnim në Tiranë. Shumë mirë do ishte që të bënim rrugtimin me tren nga Zvicra në Shqipëri dhe do ta bëjmë në të ardhmen përmes korridoreve hekurudhore europiane, ku Shqipëria do të bëhet pjesë, ashtu siç po bëhet dhe me autostradat. Por sot jemi në një udhëtim me skuadrën e Ministrisë së Infrastrukturës dhe të Energjisë dhe atë të Hekurudhës shqiptare për të bërë një takim bilateral me Ministrin Federal për Transportin, Energjinë dhe Mjedisin këtu në Zvicër. Po bëjmë një udhëtim nga Zyriu në Bern, duke provuar kështu edhe efikasitetin, eficiencën që Hekurudha ka, dhe duke bërë plane për një bashkëpunim të ngushtë edhe me Hekurudhën zviceriane në të ardhmen, për sa i përket zhvillimit të transportit hekurudor, duke nisur me projektin e parë atë nga Tirana në Durrës.